dojnë me pasë ku është probleme, atëherë unë kom thonë edhe para kampionatit që reorganizimi që ka ndodhë që nga ndrimi i kryesisë deri tek s'po di edhe ekonomia a është halaj njëjti. Do me thonë edhe futbollistë gjithë i ka ndru dhe është shumë e vështirë komponimi, sidomos në një kohë shumë të shkurtë, që shta edhe profa 2-3 javë para kampionatit, por që ajo që i duhet Drenicës është me u kujdes që me majtë këtë pozit, mesin e tabeles edhe një anar besoj që kanë me intervenu, se është, ju po thoni, e përmend 3 apo 4 herë me radhë që edhe ekipe tjera i mungojnë 2-3 lojtarë, po ekipe tjera kanë zavendësime adekuate, kurse të Drenica nuk shoh që ka fond mjaftu shumë të lojtarëve. Bile, unë jam shumë i sigurt që nëse ka me qenë dikur rreth 5-6 pika larg vendit të Evropës, edhe në afatin e kalimtar të janarit, marrin lojtarë atëre ka me qenë pretendent shumë serios për daljen në Evropë, për shkak se edhe këta lojtarë që i ka, sidomos në përbërjet parë, i ka shumë kualitativ, po që edhe këta luajnë për dikush ose shumica luajnë për herë të parë me njëri tjetrin ekip, edhe është pak e vështirë kjo komponimi, e posaçërisht në këto situata kur vinë humbjet një pas një. Por që besoj që profa e din shumë mirë se ashtu edhe si që ka ditë shumicën e rasteve, se çka ka më ndryshuar.